Gjatë kohës sa kam qenë komandant, një shqiptar, një Raovecian, ka qenë kushim me një shkab, me një serb të Raovecit. Ai serbi Raovecit ka bo krime në krushet madhe dhe ka marrë Rakovicën një familjes të cilët shumica e familjes janë ekzekutu. Janë ndjek shtëpi, janë krejt, ka marrë Rakovicën ai shkabe dhe ka qenë Ravec. Mirë po gjatë kohës kur mi kthi na, ai ka qenë dasht me ik, ja ka dhënë Rakovicën shqiptarit. Gjithë, kush i se ty? Për me bo sharë, me mit dikush ato. Dhe mas 3-4 ditëve, kam pas ushtarë dhe të Krushës, vinë ushtarë të Krushës edhe më informojnë të komandant, një shqiptar, Rakovicën e filanit, që kanë mitë familjen e kanë mitë, krejtë të të kanë ekzekutu. Po a i ka qenë e tje ka marrë, pas ka vra shqiptari, shqiptari atje për me marrë Rakovicën. Jo, ka dale mos e tu të nëse s'është e mundshme, nuk ekziston të është mundësia. Kam që 2-3 herë, ka 3 ushtarë me Alip që të Rakovicën, se ka dhonë. Herën e treti kam që 3 ushtarë me reje, kam bo dhomë, ja kam thile dur të dhe kontë. Qështu Zhak ka shku në traktor, ka lemru në këforin. Ka arë këforin, për rastin e shqiptarit, këna në kam bloku krejt komandën. Krejt brigadën në kanë rëthu, tesa një kanë marë ata. Atë kisha thonë une që kemi bojë që të krimin sërbë. Kemi dhënu, kemi vra fëmi, gra, kemi dhez, i kemi mbullu me kafsh. Krejt Raovecin dhe qytetarët në kishin mshelë për burë. Ama nuk mundesh këta nuk kalohen. Nuk kalohen. Dëshmitari për me qenë mbrojtën me dëshmu kunder, që ka qenë ushtari që kësë, me dëshmu kunder atynëve, aja është përgjithë, se kënajt ti aty. Vetë që kënajt me një organizatë që ti ke, pa që është e tilë të ke më dënu iq pa bo krime. Nervozës që kërrejt, asë njeri qytetar i Kosovës, da u që kësë si ka dalë hakit as pak. Asë mërgjimtarët, asë qytetarët, asë kërkushit, do shta një vit, 2 vit, 3 vit në fillim, kanë mendu që ne do t'jemi hakmarës, prej tutës për mdu këtë jo, që prej dashnis, po në kanë nimu, në kanë bo të rifarë sa në ndima, të rifarë. Mas 2-3 vite, kur kanë pa që nas jemi për kur gja, në kanë fut valaj, në kanë bo, ma shpijune se ata që janë të hudë bësot, që shtu të në akuzu. Jo me në ndimu. Asë nuk kanë drejtë fëmi tanë, po kanë ata që kanë qenë për funksionit, disa prej komandantëve që kanë qenë. Komandant, që ka me ndoni për dëshmitarin, dhe me thonë që thashtë edhe ma herët të ratisurin e Enver Sikiroqë edhe për Nazim Bllosën, keni të gju? Qka ka me mendu që ata kanë qenë në për burgjet, kanë qenë burgjet tona, kanë qenë, Sikiroqë ka qenë burgjet tona, është i njohur që ka vra policë. Qish njeriu që ka vra policë mund e tikja dhe të shkon në dëshmën tash. Njeriu që ka vra policit, dhe nuk për vrasën e policit. A i du të me qenë sigurit lartë, se ka vra policë. Se kur ka vra policë, a i është gjendë me vra dhe qka dush pastaj. A i du të tesa nuk lirohet, du të me qenë në sigurit lartë. Po kjo qeveri sikur se që qënë dëshmitar që kërkon edhe prej fejes tjetër edhe fejes shqiptar, fejes katolike me dëshmu që me dalë ma legjitim akuzet e tinve me dalë ma legjitim në gjykatën speciale pëse përbët prej komunitetit katolik atje, me dëshmu kanë kërku haptës për shqiptarëve katolik me shku me dëshmu atje. Kur vetë Ministri Financeve në thëtë ma mirë dhe ta kishim fitu luftën me... Mali në kishë kushtu. Në kishë kushtu luftën me mercenar, se sa luftën me UÇK-n. Kur Mr. Moza me Radojqiqin kërkon ndim prej Radojqiqit mësë me kalu ligjin e ngritjes pagave në kuvend. Ku kriministri direkt në kuvend, në bajti në kuvendit i drejtohet basis dërkomtari i thëtë, urnoni që ku janë kriminell të luftës, pëse s'po vini me arrestu. Unë s'po di o vla, unë s'po di tash, edhe ju mediat vjenin faj shumë, se në qofse ju kujtohet mediat tesa ka qenë dasht me rëzu faqin që unë ka mendu që duhet më rëzu faqin, se ka mendu që ka gabu tepër, është korruptu tepër, tu i mendu që ka korruptu, tu i besu këti që 10-15 vite tesa ka arë në pushtet, s'ka lënë për një njerit Kosovës, një fukara që ka pa diku rrugës, pa u kajt për ato, për gjendjen e ti. Nuk ka met pas një bujk në fush, pa kajt për atë bujkun e fushës. Nuk ka met pas thënë që nafta për bujkun edhe për traktorës banë më konë
si për gjipët e qeverisë. Gjipët e qeverisë nuk janë për qeveritar, janë për prokurorët gjikatës. Këto ashtu i ka mendu që ki do të banë kome diçka. Po, vllavi jem, u pa punën në fund që e kishin pas detyrë ka marrë obligim direkt prej Serbisë atje, prej Pomillovanit Kushtonicës, edhe prej dërgurit special të Miloševićit për shkatrimin e UÇK-s, shpallës UÇK-s, organizatë kriminale. Qaj që është dërzu policisë që ka shku prej tujtë, është dërzu policisë edhe ka shku për Serbi, shku për Gos, edhe atje që ka dalë me dëshmu... E ki fjallën për kryeministrin? Qaj që ka dëshmu që tje para krejt basis dërkomtare në kohën e luftës të UÇK-s, qaj që ka qitë Miloševići jashtë të burgut, që ka organizu takimin me kryqin e kuq dërkomtar, që ka qitë për jashtë edhe me shajt në kohën e luftës, me shajt Miloševićin, me shajt Serbin për krimet, me i tregu midis Požarevcit, me i tregu atje që Kosova në shteti pavarur, në kohën kur 4-5 diplomat matë mëlej Amerikanë ka shkuar me lutë para bombardimeve NATO-s. Serbin a i ka refuzu, aktina ka organizu... Janë akuzat roma, po janë... Ja kanë organizu me shajt edhe pasaj... Komandant janë akuzat roma këtu po? Edhe të vetmin me liru, të vetmin prej 400 vetëve, 170-80 vete janë vra, që kanë qërë burgosën politik. Ky del edhe para media, para kryqit dërkomtar, thot që Serbia është kriminale, është shtet kriminale, ushtëria Jugoslave, policia është kriminale, po pastaj vjen i vetmi, i Pomillivani, i Kushturicës, mu liru i vetmi për gjithë atynve. Janë akuzat rona këto, po... Jo, nuk janë akuzat, të janë fakte. Ajë, kur ka dalë mërdare, vetë ka thënë. Unë, po vjen kesë se i vetmi për gjithë atyne burgosën e politikë, vetëm unë e kam marë faljen e dënimit. Ajo tash, dhe ta spjegon aj, jo une. Unë po flas ato qka... Po që thaj ka tërku ka orë për mision me shkatru shtetin e Kosovës. Tash për mu është i dyshin. Ti natë ko, ti mi thanë ato në Serbi, dhe ti me të liru, të vetëmën për atyne, për 178 që kanë vra, burgosëve politikë për luft, se nuk e liru në Ukshin Hotin, në zorën për burgit për mos me pështu, e kanë zarë dhe e kanë vra, njëru që i pengon. Se e liru në Rugovën, se shkoj atje në Serbi të Miloševići direkt në